Pas vendimit të Aleancës për shqiptarët për dalje nga qeveria, brenda kabinetit qeverisës pritet të ketë rokada, gjithsesi shkëmbim të dikastereve. Dera kur hapet dikush del dikush hin, ajo është shumë e vërtetë. Ne presim të ndodhin disa zhvillime politike në skenën në Maqedoni. Ministria që do të preket është pikërisht ajo me cilën drejtoi për 11 muaj kryetari i ASH-s Arben Taravari. Me shumë gjasa, shëndetësi nuk do ta trashëgoj vlen, por do të kaloj në duar të VMRO DPMN-s, me çka në këmbim pritet që vlen të udhëheq me arsimin. Kështu la të kuptohet nga intervista e Bilal Kasamit për 360 gradë. Prašanje je svega na kombinaciji vo vladata zato što da ne kažem дека пошироко меѓу позициите кои ги имаше Влен се отвори пандурината кутија, од повеќе што позицијата министер за здравство беше наменето директно за Таравари. Значи, кога баравме да имаме во влада министер за здравство, се знаеше дека Таравари сака да биде министер и го преговаравме да имаме таа позиција. Така да сега со новата реалност може да има некои рокади во позицијата. Значи реконструкција на владата. Па можно е, не во пошироки размери, но во некои комбинатори ќе. Një emër që u përfol në opinion se mund të vijë në krye të Mantelbardhave është ministri e arsimit Vesna Janevska, e kur u pyet nëse pranon ta lëshoj këtë dikaster dhe të kaloj në shëndetësi, ajo u përgjigj me buzëqeshje. Държавата има премиер и вероятно има преговарачки тим. To e nivna работа, тие ќе кажат како ќе биде. Arben Taravari u emërua ministri i shëndetësisë më 22 qershor 2024 në kuadër të qeverisë së re të udhëhequr nga Christian Mickoski. Ai ishte ministri i shëndetësisë edhe në qeverinë e parë të Zoran Zaev, kur e mbajti atë pozicion për gjithsej 151 ditë apo rreth 5 muaj.